pritet rritje prej 50 deri në 70% e faturës së ujit. Shifra alarmante. Rritje e vazhdueshme e çmimeve. Pas rritjes disa herë të çmimit të energjisë elektrike, tani qytetarët do të përballen edhe me një rritje tjetër. Shumë shpejt ata do të paguajnë fatura të majme, edhe për furnizimin me ujë. Burimet të gazetës Infokos bëjnë të ditur se kompanitë rajonale të ujësjellësit janë në gjendje të vështirë financiare, kjo për shkak të rritjes 3 herë të çmimit të energjisë elektrike e problemeve të tjera të brendshme. Madje sipas këtyre burimeve, rritja për furnizim me ujë mund të shkojë deri në 70%, vendim kjo që pritet të merret me 31 dhjetor të këtij viti për 3 vitet e ardhshme. Rritja prej 50 deri në 70% është kërkesë e kompanive rajonale të cilat i kanë thënë autoritetit rregullator të ujësjellësit se vetëm një rritje e tillë zgjidh problemet e kompanive. Ne kemi kontaktuar edhe me autoritetin rregullator të shërbimeve të ujit, të cilët kanë konfirmuar se janë duke u takuar me të gjitha kompanitë rajonale të ujësjellësit për të vendosur për tarifat e reja, pra çmimet e reja për furnizim me ujë. Ju njoftoj se autoriteti rregullator i shërbimit të ujit është në proces të analizimit të kërkesave që kanë paraqitur KRU-t për proces tarifor dhe në bashkëpunim me KRU-t jemi në proces të dëgjimeve publike dhe ende nuk janë përcaktuar tarifat për shërbimin e ujit. Njoftimi përfundimtar për nivelin e tarifave bëhet me datën 31 dhjetor, ku dhe lëshohet urdhëresa tarifore për secilin KRU për 3 vitet e ardhshme. Në dëgjimet publike, secila KRU paraqet synimet e tyre të tarifave, ndërsa nga ana e ARU do të ketë përmbledhje të procesit tarifor, ka deklaruar Lule Aliu, zyrtare në këtë institucion. E këto takime tashmë kanë filluar. Dje ARU është takuar me KRU Gjakova në Gjakov dhe më pas edhe me Hidrodrinin në Pej. Ne kemi kontaktuar edhe me kryeshefin e Hidrodrinit në Pej, Drit Sena. Ai nuk ka pranuar të jap detaje se çfarë është diskutuar në takim nga kjo kompani, mirë po ka thënë se tashmë i kanë paraqitur kërkesat e tyre për tarifat e reja të furnizimit me ujë në takimin me ARU-n. Ka me pas rritje të tarifave, çfarë kërkesa keni pasur? Që mi marrë informatat ma sakta, mundën e me hi në faqet të Facebookit, jo është përshkrimin krejt që është diskutuar dhe jo, na nuk e dim vendimin ARU-s, vendimi merret në datën 31 dhjetor. Po më intereson me di cilat kanë qenë kërkesat e juaja. Janë ndërzu kërkesat në ARU edhe qofin. Rritja e vazhdueshme e çmimeve. Në vitet e fundit në Kosovë vazhdimisht kishte rritje të çmimeve. Vetëm çmimi i energjisë elektrike u rrit 3 herë brenda 4 viteve. Në vitin 2022, ZRE miratoi skemen me blok 800 kW për konsumatorët familjar. Në prill 2023 erdhi rritja tjetër. Me rishikimin tarifor nga 1 prilli 2023, ZRE miratoi tarifa të reja. Për anëvisëri, çmimet mesatare u rritën rreth 15%, krahasuar me tarifat e mëparshme të krizës energjetike. Rritja tjetër u bë në maj të vitit 2025, pra në 4 vitet e fundit, rritja e parë rreth 15 deri 20% krahasuar me atë para krizës. Për konsumin mbi 800 kW, kostoja për kilovat është pothuajse e dyfishuar në vitin 2022 e pastaj shtuar edhe 15% të tjera në vitin 2025. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, norma mesatare vjetore e inflacionit ka qenë në vitin 2021 rreth 3.4%, në vitin 2022 rreth 11.6%, që ishte edhe viti i shpërthimit të rritjeve të çmimeve. Në vitin 2023 4.9%, ndërsa në vitin 2025 deri në muajin tetor, çmimet janë sërish rreth 5% më të larta se një vit më parë. Pra krahasuar me vitin 2021, niveli i përgjithshëm i çmimeve sot është ndjeshëm më i lartë, veçanërisht për mallrat bazike. Nga raportet e ASK-s dhe BÇK-s del qartë se motori i rritjes së çmimeve ka qenë ushqimi dhe pijet jo alkoolike. Në vitin 2022, disa nën grupe ushqim bazik, pemë perime kishin rritje dyshifrore, shpesh 10 deri në 16% në vit, energjia, elektriciteti, gazi dhe lëndët djegëse. Po në vitin 2022, grupi i energjisë dhe karburanteve ishte ndër nën grupet me rritjen më të madhe të çmimeve. BÇK raporton se në fillim të vitit 2022 indeksi i çmimeve të konsumit u rrit me 8.2%, kryesisht nga rritja e naftës dhe transportit, ndërsa në vitet 2023 dhe 2024 çmimet nuk janë kthyer mbrapa, thjesht kanë vazhduar të rriten.